Me anë të një letre të bërë publike në rrjetet e tij sociale, ish-presidenti i Republikës Ilir Meta i ka kërkuar kreut të prokurisë së posaçme Klodian Brau publikimin e kontratës së lobimit të LSI në Shtetet e Bashkuara, duke pretenduar se mbajtja e sekrete e dokumenteve po ja pamundëson mbrojtjen në gjykatë. Kërkesa ime besoj se është edhe në interes të zbardhjes totale të kësaj çështjeje dhe vendosjes para përgjegjësisë penale, të cilit do që ka shkelur ligjet shqiptare dhe amerikane, përfshirë edhe Ilir Metën, por vetëm bazuar në lishmërinë e provave, çfarë ka qenë e pamundur deri tani për shkak të bllokimit të transparencës nga prokurorët e çështjes. Ai akuzon Spakun për shkelje procedurale si dhe ndikim politik në hetimet ndaj tij. Që të bindeni se nuk kam asnjë ngarkesë emocionale apo paragjykimi për prokurorët e çështjes, ju lutem lexoni vetëm letër porosin që ata i kanë dërguar autoriteteve amerikane më 11 mars 2025. Sipas Metës, afati i vendosur nga gjykata amerikane përfundon më datë 23 qershor të vitit 2026 dhe çdo zgjatje tjetër do të dëmtonte procesin e mbrojtjes së tij.